Në të parin fjalim të saj në Kuvendin e Shqipërisë pas zgjedhjes si deputete e qarkut të Shkodrës, Gjenis Shela fjalën e saj e fokusoi tek buxheti miratuar i vitit 2026 dhe prioritetet që ky dokument ka për qarkun e Shkodrës, të cilin ajo përfaqëson. E quaj me rëndësi të ndalem në disa momente kyçe që lidhen me qarkun që unë përfaqësoj, por edhe për të ardhmen. Buxheti që kaluam gjykoj se është më shumë se një plan financiar. Është një angazhim konkret për familjet shqiptare, për ekonominë tonë dhe për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ai mbështetet mbi 4 shtylla të qarta: përmirësimin e mirëqenies sociale, arsim dhe shëndetësi cilësore, konsolidim të financave publike, si dhe modernizimin e infrastrukturës. Rritja e pagave dhe pensioneve, investime në shëndetësi dhe në arsimin profesional janë pjesë thelbësore e vizionit për Shqipërinë Europiane. Takimet me komunitetin I kanë shërbyer për të njohur më nga afër problematikat dhe nevojat që ka territori dhe në këtë pikë deputetja Qela zgjolli të rëndis disa prej tyre si emergjente për bashkitë e qarkut. Gjatë kësaj periudhe me takimet shumëta me komunitetin e Shkodrës dhe zonave përreth, duke dëgjuar shqetësimet, propozimet dhe nevojat konkrete të qytetarëve, këto zëra kanë qenë pjesë e rëndësishme e qëndrimit tim për procesin e miratimit të këtij buxheti. Dua të theksoj disa prej prioriteteve dhe investimeve të parashikuara për qarkun Shkodër, por së pari dua të ndalem te kultura. Dhe si antare e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Teatri Migjeni është I vetmi tempull I artit dhe I kulturës në Shkodër, me një histori të jashtëzakonshme dhe me një kontribut të pakrahasueshëm kombëtar. Si një institucion që mban titullin Nder I kombit, ai meriton kushte shumë më dinjitoze. Ka marrë qartësisht mesazhin për nevojën urgjente të rikonstruksionit të plotë dhe modernizimit të tij. Dhe si antare e këtij komisioni, kam shprehur qëndrimin tim për një mbështetje të plotë ndaj këtij institucioni që deri tani ka pasur disa ndërhyrje jetike, por që duhen shtyrë edhe më tej. Ndërsa në Bashkinë Vaudenjës, të rinjtë dhe artistë të zonës me të drejtë më kanë kërkuar dhe e gjykoj të saktë kërkesën e tyre për një qendër kulturore. Është një ndër bashkitë e vetme në Shqipëri që nuk e ka një mjedis të tillë, shumë të rëndësishëm për zhvillimin e aktiviteteve artistiko-kulturore dhe për evidentimin dhe rritjen e talenteve të reja të kësaj zone. Duke vijuar me një çështje që është ngritur vazhdimisht nga banorët e zonës, ka qenë dhe problematika e përmbytjeve. Shkodra është një qark kompleks dhe me sfida që kërkojnë adresime të qarta dhe vëmendje. Në Bashkinë Vaudenjës, ku patëm disa javë më parë përmbytje, është emergjente ndërhyrja në projnë e Glinës, I cili prej vitesh shkakton përmbytje dhe dëmton qindra familje, ekonomi bujqësore dhe infrastrukturë. Gjithashtu, në rrjetin kollues ndërhyrjet po vijojnë, të cilat duhen pasuar me të tjera projekte afatmesme apo dhe afatgjata, që do I të japin një zgjidhje përfundimtare këtij fenomeni si në Shkodër, po ashtu dhe në Vaudenjës. Për sa I përket arsimit, ai ka qenë një zë I mbështetur në disa projekte ambicioze, ndërsa vijon puna për modernizimin e tij. Është parashikuar ndërhyrje dhe rikonstruksion në 2 shkolla profesionale në Shkodër, përmirësim të ambienteve sportive në disa shkolla të qytetit dhe të bashkive të tjera. Këto projekte do të krijojnë kushte më të sigurta e funksionale për mira nxënës dhe do rrisin cilësinë e formimit profesional. Buxheti I miratuar është një mundësi konkrete për të rritur mirëqenien e qytetarëve dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe për të forcuar kapitalin njerëzor, duke filluar nga Shkodra e në çdo cep të Shqipërisë. Angazhimi im mbetet I pandryshuar. Të vazhdoj të dëgjoj komunitetin, të përcjell zërin e qytetarëve në kuvend dhe të punoj për standarde që afrojnë Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë në vendet e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit zoja Qela. Në mbyllje të fjalës së saj, premtoi se do të vazhdojë të jetë zëri I komunitetit në sallën e kuvendit dhe tek çdo institucion vendimarrës me fokus për një Shkodër më zhvilluar dhe që ecën si pjesë e programit qeverisës për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian.